rikthyer vazhdojmë të jemi në kuzhinë, të punojmë të bëhemi gati për recetën e radhës, shohim pak recetën e gjellës me brim keci për ta ilustruar fillimisht me produktet, përbërësit dhe gramaturën e tyre, më pas e gatuajmë së bashku. Mish keci, një qep, një thelpi hudhër, karota, 300 gram lakër, jeshile, 300 gram domate të konservuara, ose konservat, ose salcë, çfarë të keni ju në shtëpi, 4 lugë gjelle vaj ulliri, vere kuqe, një deg rozmarin, një gjethe dafin, krip dhe piper i zi. Pra, do të gatuajmë këtë gjellë, e kemi gatuar pak mishin, i duhet për të marrë më tepër kohë edhe të... Pra, ku kam mishin? Thjesht është zier, në pak ujë dhe pak krip. Ndërkohë, perimet e tjera i kemi në tryez, salcën bashtu, karota, domatet, pomodoro ose jo, qepa, dafina, erzat dhe lakra. Kam të prerë, qepën e kam të prerë në gjysmë hënë. E shtoj në vaj as të ngrohtë, jo, po dhe as të ftohtë. E shoqëroj me pakës fare krip. Karotat janë të forta vetë, direkt i shtoj dhe karotat. Dhe jap të përzierjen e duhur. Derisa qepa fillon dhe fletëzohet. Shtoj sa për lezet edhe pakës fare piper. Sërish me përzierje. Pra, nuk është se e skuq qepën derisa të më marrë ngjyrë. Thjesht për zbutje. Do të shtoj pakës nga lëngu i mishit. Kam lakrën. Shtoj dhe lakrën. Të lakra. Ndi që mishi kecit është një nga mishrat më të sigurt, sepse dhe nuk i bëhen kështu ndërhyrje si. Pra, tek deri për shembull, po, tek deri në mishin e gicit, mishin e fiut e përdor veriu. Ne përdorim Shqipëri e Mesme, Juglindje e përdor mishin e kecit. Thjesht na ndihmon dhe shquhet për në mishin që përdoret në pranverë, sepse atëherë është edhe pjelloria dhe po. Pra këtë ka Shqipëria e Mesme, sidomos Elbasani që mbahet për tavat me mish, pra tava e kosit, çdo lloj tave që përdoret me këtë lloj baktije. Është bar i ri, është pranverë, ka një lloj rilindje tjetër brenda stinës, kështu që edhe ushqimi me të cilin ushqen këto kafshë të bakti, do të shtoj masën e salcës. Sikurse dhe hudrat sërisht, një përzierje. Përse mora një tenxhere, për këtë mas mora një tenxhere të thellë, sepse lakra nuk kërkon tigan. Kur ne e gatuajmë, kërkon tjetë një tenxhere e lartë. Edhe kjo një gjellë tipike dimrit, me lakrën dhe karotën, një kombinim shumë i mirë, i këndshëm, edhe në sallatë, edhe në gjellë, edhe në turshi, kur postoj probiotikët. Vëndet. Do ta thekësh pak atë? Ja. Shtoj pak në ndyrë, sikurse dhe
masën Kjo do më thënë është për ata që adhurojnë e kripës. Se dhe të kjo pjesa e mishit ka me preferenca. Më mirë koca me lëpi, se sa mish me ungi. Kjo është thelbi recetës së sotme. Çdo recet ka dhe një proverb. Për të pjesa e parë, për mirë koca me lëpi, se sa mish me ungi. E kuptova. Kam domatet, ja, të gjitha. Kësë në përdhëmba. Pa, kësë, pa. Si thonë, në jetë duhet mishi, nuk kërkon pirun, po kërkon duar. Janë dy gjëra që duan duar dhe pirun. Dime dhe si vazhdon. Po, tha quni, tundi kokën, e kuptoj që të thosha. Po, ajo. Atëherë marrë një thik dhe prez domatet. Domatet në gjys, ku skuqim çfarëdo që ne të kemi, mish, peshk, në tigan, domatja, merr atë shije që ne skuqim. Kam edhe këtë pjesën tjetër të madhen këtu, dhe... Të jashtem nga fundi, apo? Nga fundi, po. Nga fundi në tigan këtu. Prandaj edhe unë e kam zjerë. Me mish tjetër bëhet kjo gjellë, besoj? Me mish deri. Pra, lakrën e ka qef shumë veriu. Pse e ka qef veriu lakrën me mishin e derit, sepse ajo bëhet sidomos lakrën e zezë. Lakrën e zezë. Përshom dhe me pastërmat? Ajo është pastaj. Ajo është tjetër, ajo është drogu me sele. Vetëm se nuk na përputhet me ato proverbin, por nuk ka problem. Jo. Son tjetë shishën të recet. Tjetë shkodrani. Po. Që tha shumë, e thot Shkodrani? Po që e Shkodran të tana i banë, prandaj do më proverba. Kjo është e vjetër, kemi dëgjuar, ka të parën më rrallë. Ajo, është e njohur, paka shumë. Ja, shiko, fillon edhe merr atë shkëlqimin, sepse ka vetë yndyrën mishi. Bravo, bindu. Ja, këtu. Dhe e lë deri sa të fillojnë të marri atë pakës fare ngjyrë. I shtoj shumë pak lëngë dhe të gjithë të masën e shtoj sipër. Pra, mishi, po të duam ne mund të vendosim edhe në furr. Nuk ka fara problem. Dhe biles, ashtu do bëj. E lë në furr? Po, sepse nuk na pengon dhe me gatimin tjetër. Në rregull, vazhdojmë me gatimin tjetër pas reklamave. Kemi një blok reklamash tani, që do të na sjelli për të gatuar çfarë më pas? Çfarë gatuajmë? Qepujka me zarzovate. Ato të vocklat fare. Mirë, goxha të zgjedhura mira sot gatimet, se është dhe ditë pushimi, na ndjekin më shumë shikues, janë në shtëpitë e tyre ose kanë dalë të shijojnë kafën, ose po kthehen nga fundjava e gjatë. Tani këtu procesi vazhdon. Ja me ta marrim direkt çfarë? Do e vendosim prapë në furrë. Do ta vendosim të piqet, po ja ta u tregojmë, meqense janë dhe minutat e fundit, të t'i bëjmë një përmbledhje të recetave tona. Kjo është tryeza e së hënës tonë. E kemi nisur me byrekun me presh, shifeni. Më pas kemi vazhduar këtë gjellën me perime që mbizotëron lakra. Po. Lakra e stinës, bashkë me mishin e kecit, të cilin e kemi zirë dhe më pas edhe ato e kemi tiganisur paksa.